Çfarë i pas ka bërë, ish banorja Big Brother shpërthen keq ndaj Ledion Liçës, është e patolerueshme kjo. Ish banorja Big Brother Albania Gerta Gjalpi ka shpërthyer në kritika të ashpra ndaj moderatorit Ledion Liçë këtë sezon, duke e cilësuar si bullizues e të njëanshëm në moderimin e tij. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Gerta ka ngritur disa akuza për sjelljen e Ledionit në këtë Big Brother VIP 4, teksa Gerta shprehet: "Unë kam parë si vjet një Ledion shumë bullizues, një herë në 2 javë, për shembull ai diskuton seksualitetin e Laertit, dje i tha Gjestit të fliste çfarë mos t'i thoshte Laertit, pastaj çfarë interesonte nëse Laerti është gay dhe duhet të nxjerrë nga dollapi në moshën 50 vjeçare, kur nuk do tjetri." Pastaj i tha Loredanës ka lindur, i theksoi shkronjën e parë më shumë se shkronjat e tjera, hiqi këto të dyja që më keni bërë të kem antipati për të. E treta është kur Gjesti ra Serdës me ves, tani e goditi mund të mbante një qëndrim tjetër, por tha bëhet mask me fytyrë ajo veza. Po ta kishte bërë ndonjë tjetër këtë veprim, për shembull ta kishte goditur Xhibani Gjestin me ves, ai pak e preku në hund dhe vajtën të gjithë për Gjestin. Në këtë Big kam parë prezantues komplet të njëanshëm dhe bullizues. Imagjino ta vëj t'ja fusi dikush Ledionit në ves, ta shohim pastaj bëhet mask apo jo. Në përfundim ajo e krahasoi Ledionin me moderatorët e mëparshëm Arbana Osmani, duke thënë se ajo nuk do e kishte lejuar kurrë këtë gjë. Arbana nuk do e lejonte kurrë këtë gjë, mbaj mend edhe kur futën Kiarën në formë shakaje të Lavamani dhe u bë e madhe, ajo reagoi edhe kundrejt Luizit, i cili ishte i padiskutueshëm e nuk ishte njeri që ta kritikonte, ishte Arbana e cila kur i shihte gabim e kritikonte. Në këtë Big Brother, Ledioni dhe Arbana janë në rolin e vllait të vogël, dhe duke qenë se vllai i madh është një koncept që nuk shihet, fjala e tyre duhet të ketë më shumë peshë dhe jo të shërbejë për të mbrojtur të padrejtën, u shpreh Gerta.